Autoriteti rrugor shqiptar ndaloi qarkullimin e mjeteve me tonazh të rëndë dhe të autobusëve në aksin Librazhd-Pogradec, pas përkeqësimit të rrëshqitjes së dheut në zonën e Arrat e Gurrës, pranë Dragostunjës. Shembja e fundit ka avancuar dhe ka marrë gjysmën e Karagjates, duke rritur rrezikun për pjesën tjetër të rrugës. Strukturat konstatuan edhe çarje në Urë, e cila paraqet rrezik për qëndrueshmërinë. Vendimi për ndalimin e mjeteve të rënda u mor në koordinim me policinë e shtetit dhe do të qëndrojë në fuqi deri në një njoftim tjetër. Në këtë segment ishin evidentuar më herët çarje të vjetra dhe të reja. Fillimisht ARSH kufizoi lëvizjen në një korsi. Me themelimin e dëmtimeve, autoriteti kaloi në ndalim të plot për kamionët dhe autobusët. Pamjet e disa ditëve më parë tregojnë gërryerje të konsiderueshme në shtratin e lumit Shkumbin, në të njëjtën zonë ku ndodhi rrëshqitja ku u dëmtua njëra korsi e rrugës. Ndërhyrjet me inerte në këtë zonë përkojnë me pikën ku terreni humb stabilitetin. ARSH u kërkoi drejtuesve të mjeteve të rënda të përdorin rrugë alternative, por policia nuk paraqiti asnjë itinerar konkret, pasi për këtë kategori mjetesh nuk ekziston një devijim funksional. Kamionët dhe autobusët që lëvizin nga pikat kufitare të Kapshticës dhe Qathanës drejt portit të Durrësit mbeten ende pas zgjidhje kalimi. Banorët e zonës deklaruan se një situatë e tillë nuk është shfaqur më parë në këtë përmas, ndërkohë segmenti vijon të përballet me rrezik të shtuar, ndërsa institucionet kufizohen në masa ndaluese pa ofruar një plan të qartë ndërhyrjeje.